Vijon situata e rënduar e trafikut në aksin Librazh-Elbasan. Përsëritet e njëjta histori. Mijëra qytetar kanë mbetur të bllokuar sërish në trafik në këtë aks. Fluksi i madh i automjeteve që kanë udhëtuar drejt juglindjes ka sjellë radhë kilometrike dhe paralizim të trafikut në akset kombëtare të juglindjes. Skandali Vijon, policia rrugore sërish është inekzistente. Edhe pas denoncimeve të njëpasnjëshme nuk është marrë asnjë mas për të shmangur trafikun në aksin Librazh-Elbasan. Një nga shkaqet e bllokimit të qarkullimit të automjeteve, sidomos në aksin Librazh-Elbasan, është rindërtimi i pjesëve të rrugës që po bëhet në këto segmente. Po ashtu një tjetër problematik për bllokimin dhe paralizimin e trafikut është lëvizja e automjeteve të tonazhit të rënd. Policia rrugore vijon të mos jetë prezente në asnjë centimetër të këtij segmenti. Nuk duket asnjë patrull policie që të zhbllokojë trafikun e rënduar. Kjo është një situatë e përsëritur pasi të shtunën drejtuesve të mjeteve u janë dashur 3 deri në 4 orë që të përshkrojnë aksin Librazh-Elbasan.